Qofse ti i shef gjërat nga jashtë, i shef gjërat nga larg, ti nuk i kupton ato gjëra. Edhe thu, po nëse ai e bën, hajde ta bëj unë. Nëse ky e bën, po hajde ta bëj unë. Por janë ca gjëra të cilat janë backstage, të cilat ti nuk i kupton. Këtë gabim bëra dhe unë, isha në një trajnim biznesi në Angli, 2 editor, fantastike, u motivova, energjia vu, thash, do hap biznesin tim. Edhe hapa biznesin tim, trace marketing, kompani reklamash. Edhe qa bëja unë, mësova nga vetja, shoh këmbët, tako, door to door. Nuk e di, është një teknik shitjeje, door to door, që ti shkon në përzyra. Sa vetam kuptojnë për këtë? Yes, është e lotshme, është e tmerrshme. Dhe unë vetëm këtë teknik dija, këmbës edhe hec, shkon në përzyra, vishu bukur, edhe përshëndetje zotëri, unë kam një produkt shumë të bukur, të mahnitshëm, kam më të mirin dhe më të lirin në treg. Dhe ajo që merja ishte bum, më mbyll një derën. Kjo lloj strategjie mund kushtoi 100.000 euro dëm. I humba me shumë sukses vetëm nga kjo strategji.